Ku jemi këtu me parashikimin e datës 15. Jemi në mesin e muajit ku ndryshimet, diktimet, mundësit dhe çështjet që kanë të bëjnë ecin drejt së vërtetës dhe mundësit të reja që do të kemi. Pikërisht kjo ditë, data 15, do të thotë një ditë ku ka të bëjnë shumë me ndryshime, sepse Marsi nga Luani dhe Urani nga Demi takohen në një kënd, pothuajse ndikimi i madh që vjen para dite dhe çështjet që kanë të bëjnë, mundësitë që jepen tani e tutje, ndonjëherë meqense neve kemi dhe mundësinë, kemi dhe rëndësinë që i japim disa gjërave, por në anën tjetër është dhe momenti ku neve mund të bëjmë ndryshime të mëdha. Favorizimet, mundësitë që na jepen, sepse mbas orës 12, nëse keni mundësi, nëse juve doni të rregulloni ose të ndryshoni, kemi të bëjmë Jupiterin nga Fore, formon një katërkëndës me Saturnin në dash, një kënd që është përsëritur në gushtin e vitit 2024 dhe është hera e dytë dhe shenjat e ndryshueshme që do të thotë Jupiteri ishte në binjak në një pozicion të rëndësishëm, por momentet, koha dhe vendimi që mund të merrni është një mundësi mjaft e mirë për sa i përket punës, për sa i përket karrierës dhe ndryshimeve të mëdha që neve kemi në fushën e punës. Do të kemi mundësinë gjithashtu sepse pikërisht data 15 synon lart. Data 15 është momenti ku fillimi i javës, sepse është ditë diele, dhe mundësitë janë të mëdha për të nisur një diçka tjetër për javën që vjen dhe i përgatitemi gjërave që neve kemi ndërmend të realizojmë, kemi ndërmend të rregullojmë dhe të stabilizojmë anën tjetër. Disa mundësi të arta mund të quhet, që kanë të bëjnë nga dreka, mundohuni që t'jeni koshient me atë çfarë thoni. Sepse shumë fjalë do fliten, shumë fjalë do vendosen në piketa të ndryshme, çfarë kemi thënë, çfarë do themi, çfarë do bëjmë, dhe gjitha këto përmbledhen dhe nxirret një përfundim. Përfundimi dhe përmbledhja e gjërave që kanë të bëjnë është pozitive. Momenti që ka të bëjnë në fushën e karrierës, gjithashtu.